dizenjatore që tash e disa vjet merret me dekorimin e eventeve të ndryshme në kuadër të kompanisë së saj Idea Ballon. Nevojat e tregut dhe dëshira për të marrë me organizimeve, zbukurime të sallave dhe ambienteve të ndryshme e ka shtyrë atë që tani e disa vjet të merret me këtë punë. E ushtrojmë këtë biznes që 5 vite, merrem kryesisht me dekorimin e sallave, të ambienteve, të evenimenteve të ndryshme. Përfshirë këtu darsmat, ahengjet, konferenca, ditëlindje, si dhe rregullimin e ambienteve për hapjen e bizneseve të ndryshme. Si ide më lindi se i kom pa në organizime të ndryshme, në darsma të ndryshme, dekorimin e sallave. Punë don kreativitet, se secila sallë duket ndryshe nga tjetra, duhet përshtaten ngjyrat, duhet të përshtaten shiritat, tavolinat e nusës dhe gjithçka. Për shembull, për një ditëlindje ke ma pak kërkesa, se ditëlindjet zakonisht i bojnë për shtëpia ma thjeshta, e kështu banketet janë ma kreative, ma... Një syneti për shembull, çfarë ngjyra duan? Falë ka qysh botës. Për syneti, zakonisht i marrin ngjyrat e kaltërta, ngjyrë hiri, ngjyrë vjollc. Ndërsa për martesa? Për martesa, ngjyrat e kuqe, ngjyrë ori, pembet, bordha. E ajo kujton fillimin e kësaj pune. Pse vendosi të merret me këtë biznes dhe ku mori idetë e para për të? Puna për dekorimin e sallave të darsmave në fillim ishte më e vështirë si çdo profesion tjetër. Por i kemi kaluar me sukses dhe jemi mësuar tash me punën që bëjmë. Puna është ekipore dhe kryesisht punojmë femra. Gjatë sezonit verës, kërkesat janë më të mëdha se vinë bashkëdhetarët prej jashtëmi dhe kërkojnë më shumë dekorime. Por jo gjithçka shkon mbar. Edhe kjo veprimtari e ka riskun e vet. Është punë që kërkon përkushtime e elegancë. Fundi-fundit e gjitha shkon në shërbim të klientit që ata të ndahen sa më të kënaqur nga ambienti ku zhvillohet ceremonia. Fillimisht, fryen tullumbacat për të vazhduar me procedurat e tjera të dekorimit. Ky është procesi i fillimit. Jemi duke i fyer ballonat për përgatitjen e një zemre, kemi mi bën hymje jashtë. Është punë e vështirë, po bashkëpunim kryhet me sukses. Mirë, këtu me siguri ka pasur investim për ta ballonat. Po, ka investim, mallin zakonisht e marrim prej jashtëmi, porositim se këtu nuk ka. Të gjitha aparaturat i kemi prej jashtëmi, edhe këto kushtojnë.
Fatmire në ndihmon një ekip i tërë, secili e din me saktësi se çfarë pune duhet të bëj dhe kështu në qetësi punohet deri në realizimin final. Firma Idea Ballon tani është bërë e njohur jo vetëm në Gjakov, por në të gjithë Kosovën e Mëgjerë. Kudo ku ka fest, aty gjendet Idea Ballon për t'ua bërë ahengun sa më të begatë. Zbukurimi i një solle për shembull i merr deri në 4 orë, se duhet mi këqyr me detale, edhe duhet mu kujdes mirë për mu da njerëz të kënaqen. Edhe pse unë ju preferoj njerëzve ngjyrat e duhura, për shembull nëpër solla të ndryshme, kur i kanë kërkesa të ndryshme, unë i ju bëj në bazë preferencave tyre. Kapacitet jashtë shtetit nuk kemi, se nuk kemi mjete, nuk kemi punëtorët mjaftueshme, po kemi pas rastin në Tiranë më shku, edhe aty jemi datë kënaqur edhe kemi arrit sukses. Sipas Fatmires, kjo punë sa relaksuese është edhe mjaft e lodhshme, por që me vullnet ja ka arritur të ketë sukses. Puna që e bëj është mjaft e lodhshme, sepse ka të bëj me menaxhimin mikro dhe makro të eventit, pra duhet përkujdesje për çdo detaj. Pra ne përkujdesemi për dekorimin e të gjitha eventeve, por materiali nuk sigurohet lehtë, ai është i kushtueshëm dhe kërkon angazhim. Që nga fillimi i biznesit tim kam pasur mundësinë që të kyqem në aktivitete të ndryshme. Unë ende funksionoj me biznes të paregjistruar dhe pa lokacion timin. Kyqja nëpër projekte më ka ndihmuar shumë dhe më ka dhënë shtyrje për ecje të më tutjeshme. Çmimet për një event sipas Fatmires janë të ndryshme, pavarësisht nga lloji i eventit. Ka luksoze dhe të thjeshta, ka zgjidhje për çdo buxhet. Fillojmë nga 150 euro deri me mijëra euro, por natyrisht që edhe neve na kushtojnë mjaft shumë materiale, të cilat i sigurojmë për të dekoruar një sallë. Është pundore që kërkon përqendrim dhe finesë. Ktu për shembull po dizenjon një krevat për syrin e tij. Duhen orë të tëra që krevati të marrë formën e dëshiruar. Është vendi ku voglushët duhet të ndihen komod pas aktit të synetis. Ngjyrat i rekomandon vetë Fatmirja, por ka raste kur klienti kërkon një ngjyrë të preferuar dhe ajo padyshim që nuk u aprish shefin.
Ky është një krevati synetis. Ne punojmë që sa vite, po për çdo vjet është kërkesa më e madhe. Ne punojmë zakonisht me saten. Merr kohë afër 3 orë. Ka njerëz të interesuar, i punojmë me ngjyra të ndryshme, i përshtasim me ngjyrat e dhomave. Dhe mas pari improvizojmë ne me letë fare, me drosa, edhe mas nej këto krejt i ngjesim me gjelponja. Kjo është një punë fine, dojnë marak me pas, dojnë kujdes me pas të madh për mu do njerëz të kënaqen. Njerëz dojnë shumë të kënaqen edhe na falenderojnë shumë, se në fillim kur ta marrin, kur t'ja nisin mi bo nuk kanë besim, e masi kur ta shohin punën, bindën që është bukur. Kjo tradit ka qenë përpara, po tash në bazë të konjave që pëndryshojnë, konjat moderne, në bazë të kërkesës njerëzve, ne ja kemi fillu mi bo ma bukur, ma ekstra dishka. Ndryshimi është e ngjyrat, te madhësia e krevatit, për shembull për një fëmijë ose për 2 fëmijë. Për një fëmijë është më i vogël, për 2 fëmijë është më i madh. I bojmë edhe një përdhoma të fjetjes. Sallat ose ambientet që dekorohen duhet të jenë fantastike, thot ajo. Kam emocion të veçantë në çdo rast kur punoj. Çdo event ndryshon nga tjetri dhe për mua, çdo herë është e ndryshme nga tjetra. Edhe përfitimet janë të mira, edhe pse ngarkesa është shumë e madhe, edhe kërkesat janë të ndryshme, edhe përfitimet i kemi të mira. Asaj emocion të veçantë i jep dekorimi i tavolinës së çiftit. Sa herë që ka rastin ta bëj këtë gjë, ajo koncentrohet maksimalisht. Rëndësi të veçantë i jep çdo detaji. Thotë se akti i martesës është momenti i paharruar në jetë dhe prandaj e ka me shumë merak këtë çast. Kjo është tavolina e njusës. Çdo herë sa zbukuroj një tavolinë të njusës, kur vjen radha tavolinës, ndjej një emocion të veçantë, se është pamja më e bukur e natës martesës. Prej këtuhit fillon një jetë e re e çiftit. Çifti ka besim te ne dhe ne mundohemi që sa më bukur të duket atë natë. Më së shumti kërkohet ngjyra e bardhë, që përshtatet edhe me momentin e martesës, me ngjyrën e
fustanit njusës, i kërkojnë gotat e njusës edhe dondrit, të cilat i punojnë vetë, qira dekorus, gur, kjo është martesë moderne, edhe njerëz kërkojnë sa më bukur se ajo është natë e veçantë edhe nuk harrohet kur. Dekorimi i sallave para hen që kërkon mjaft kohë dhe stafi ynë përpiqet në mënyrë të vazhdueshme të punojë në hap me trendet, sepse tash dekorimi i sallave për ngjarje të rëndësishme jetësore ka rëndësinë e vet. Dhe kjo për ne ka shumë rëndësi, se përpiqemi që në mënyrë sa më të mirë dhe në trend, në hap me kohën, t'ju zbukurojmë. Këtë femër të re, ka shumë njerëz që përkrahin dhe mendojnë seriozisht për suksesin e saj dhe e çmojnë për punën që bën. Donika Bakia Batusha është një tjetër femër e suksesshme. Ajo bashkë me familjen e saj tash e disa vjet udhëheqin një biznes hotelier dhe me Fatmiren ka vite që bashkëpunojnë. Donika thot se pavarësisht çfarë sfidash ju dalin përpara, femrat duhet të zotërojnë situatën dhe të zbrapsin çdo pengesë. Në fund të fundit, shtoj ajo, vetë Zoti e ka krijuar femrën të fortë për të përballur në çdo sfidë. E lehtë nuk është, po pavarësisht tash nuk ka dhënë mundësia me bashkëpunue dhe ju kisha thonë tona femnave që secila mi provu fatin e vet. Pavarësisht a mundet me pas suksesa, vështirësi ka, po me dëshirë edhe me angazhim veç kryhet gjithçka. Fatmirja është shumë e mirë në punën e vet dhe normal që me bashkëpunim arrihet gjithçka. Zakonisht do të thonë sezonin e dosmave, gjithmonë kena bashkëpunim Fatmirën, ajo është një femër që e devotshme në punën e vet, e përkushtune, edhe normal që ja ka dalë, ka pas shumë sukses. Unë ju kisha dhënë një mesazh që pavarësisht nëse angazhohesh edhe nëse përkushtohesh me një punë, gjithmonë kemi ja dalë. E lehtë nuk ka, vështirësi gjithmonë ka me pas, po në fundit, kur ki vetë besim edhe angazhim të madh, ja del. Tash ti veç ja ka nisë më mësu, se në biznesin tonë ka shumë femna. Edhe është e lehtë, nuk është shumë e lehtë me komuniku, besoj me femën. Të dyja bashk, para çdo manifestimi, sigurohen që çdo gjë është në vendin e duhur dhe garantojnë komoditet për klientët. Ndërsa fëmijët janë ata që më së shumti u gëzojnë festave, kremtimet e ditëlindjeve për ta janë momentet më të bukura në jetë. Edhe për ta ka menduar Fatmirja. E këta janë tullumbaca që fryen me helium, kushtojnë, por ju japin eventeve madhështi. Këta ballona janë me helium, rrinin ajër. Me helium furnizohem zakonisht në Shkup, se këtu nuk ka në Kosovë. Është ma i shtrajt, po salla duket ma bukur. Ka të interesun ma shumë se ju pëlqejnë njerëzve edhe i vanojnë edhe në për tavolina, në për çdo tavolinë të musafirit.
vend për shembull që don mi mush me ballona me helium, varet sa tavolina i ka, 1,5 € është një ballon, po zakonisht i vanojnë 2 ballona ose 3 ballona. Për shembull bëhet 300 €, 400 €, varet pi kërkesës. Në fund të ditës, ekipi duket se është i lodhur, ndoshta më shumë i preokupuar, por thonë kur klienti është i kënaqur, për ta s'ka rëndësi lodhja. Ky është një hark me ballona. Klienti rrodhës se ka kërkuar ngjyrori e bardhë. Fundi i ditës është pak i lodhshëm, po masi arrihet finalizimi i suksesshëm edhe ne ndihemi të femnat që jenë pa punë, ju kisha lut mu marrë me aktivitetet çfarë do lloji, edhe me këtë aktivitet se finalizimi është i kënaqshëm. Çdo gjë e ka nisur me forcat e veta, nga zero. Thotë se po ta mbështeste dikush financiarisht, sigurisht se do të arriste veprimtarinë dhe padyshim, thotë se do të punësonte edhe femra të tjera. Ne si ekip jemi të interesuar që të mbështetemi nga donatorë dhe organizata të ndryshme. Kjo punë, përveç se është kënaqësi dhe na bën të lumtur, kërkon edhe përkushtim dhe mjete financiare. Ne do të vazhdojmë të plotësojmë kërkesat e klientëve në vazhdimsi. Por si kudo në botë edhe në vendin tonë, marrja me biznes për një femër është punë e vështirë, sakrificë dhe për më tepër e dhimbshme. Fatmirja është nën e 2 vajzave dhe pret të bëhet nën për herë të tretë. Thotë se ka sakrifikuar shumë për të arritur deri këtu. Për çfarë do lloj biznesi, femna është e vështirë me punu, se duhet milion familjen, duhet milion fëmijë, po unë ku më arrit finalizimin se më ka ndihmu familja, më ka punë që është pa oror, duhet me punu natën, duhet me punu në mëngjes herët, gjatë ditës, tonë ditën, po është edhe kufizunje se është vit gjatë muajit.
janë të ndryshme, për shembull, darsmat janë me orar, edhe duhet mu kry në orar të caktuar. Prishet automjeti edhe ti nuk mundesh me mri, po ne falenderoj ekipin.